Rreshjet e Duborës, të cilat kanë përfshirë qarkun e Elbasanit përpos problematikave, janë duke u shijuar maksimalisht nga qytetarët, të cilët në këto ditë janari janë duke frekuentuar masivisht pikërisht destinacionet malore. Vetëm 25 kilometra larg qytetit e Elbasanit, pika turistike e Gjinarit është duke u frekuentuar masivisht. Ndonë se infrastruktura për të mbërritur në Gjinar shfaq problematika, pamjen që të ofrohet sapo përballesh me fshatin piktoresk është çlodhëse. Bardhësia e Duborës, ajri i pastër dhe qetësia që ofron natyra krijojnë një atmosferë ideale për pushuesit që kërkojnë largimin nga zhurma e qytetit. Qytetarët shprehen se manteli i Duborës veç se e ka shtuar hijeshin këtij destinacioni. Ata kërkojnë më tepër vëmendje nga institucionet për atraksione turistike. Unë jam nga Elbasani, vi për në Gjinar për Borën. Për Borën me fëmijët, me njerëz të mi. Po, është e rradhë sot në dha mundësia erdhëm deri këtu, po problemi është që i trafiki pa pam një që po ta dija kështu nuk do kisha ardhur. Normal që infrastruktura e rrugës, po dhe njerëzit me shumicë. Jo, pothuajse vetëm për vitëri edhe për Krishtlindje. Jo, s'para kështu, na që merremi me punë të tjera. Patjetër që duhet vëmendje, duhet nxjerrim rrugësh, rregullim parkime, gjëra, me fjalë që njerëzit mos të vinë për qef, jo për hall. Juve nga zona e Elbasanit. Sa shpesh e frekuentoni Gjinarin? Jo shumë shpesh, vetëm në këto sezonet kështu në dimër kur ka dëbor apo në verë, është shumë bukur se është freskët. Patjetër, se normalisht shumë fluks edhe është normale, ishte pritshme domethënë. Nuk është se ishte na bëri shumë përshtypje. Po mirë, domethënë nuk ndem të shko sepse ka ndryshime, janë bërë rregullime, domethënë infrastruktura më e mirë, domethënë. Mirë, jo keq tjetër, por megjithatë gjithë ky fluks prap do bëhesh diku ndonjë rumuj. Shumë vim për ambientin se domethënë nga që ka shumë fluks dhe besoj se e përballojnë shumë këto lokalet këtu, domethënë se ka shumë njerëz edhe. Mirë. Elbasani. Po e shijoni Duborën? Po shumë. Është dëbora e parë dhe ne kishim dëshirë që të vinim. Po patjetër se është dëbora e parë edhe njerëzit duan ta shijojnë me familjen, me vajzën, me dhëndrin, me djalin. Me djalin. Kështu nuk ishte, po pak trafik këtu nga qendra tani, po kështu rruga ishte shumë e mirë. Domethënë ishin marrë masat nga bashkia e pash që ishte kriposur shumë mirë. Po pash diku që edhe funari ishte plot, kishte dëbor, kishte njerëz, kështu që derisa lëvizin njerëzit do të thotë që rrugët janë të mira. Janë të kalueshme. Të vegjëllit janë ata që i gëzohen më shumë Duborës, sidomos në zona ku kjo dukuri është e rrallë. Sa po kënaqesh sot në Gjinar? U kënaqem shumë, tani po luaj me familje me topa bore. Kam qenë disa herë të tjera, ama ku bie borë në dimër është akoma dhe më bukur. Jo vetëm Gjinari, por edhe Funari, Stobleva dhe destinacione të tjera malore kanë mirëpritur mjaft turist.